Pak orë para se të zbardhte dita e 24 shtatorit të 2023-s, kur ndodhi sulmi i grupit të serbëve të armatosur në Banjsk të Zveçanit, zyrtari policor Sedat Dushi ndodhej në krye të detyrës. Si pasojë e zhurmave të forta nga të shtënat dhe shpërthimet që ndodhen atë natë, ai thot se ka humbur rreth 30% të dëgjimit. E krahas atyre fizike, Shala tha gjatë dëshmisë në gjykimin ndaj të akuzuarve Dušan Maksimović, Blagoje Spasojević e Vladimir Tolić, se sulmi ku mbeti i vrarë shteri Afrim Bunjaku i la gjurmë të thella edhe në mendje. Pas asaj kohe, unë kam bërë kontrole, kam kërkuar shërbime mjekësore në policinë e Kosovës, dhe pas ekzaminimeve të bëra nga mjekët dhe raportet e tyre, unë kam pasur trauma, kam pasur pengesa me të dëgjuar. Këtë e vreja më së shumti kur gruaja dhe fëmijët më kërkonin diçka. Tek e përshkroi sulmin, Dushi tha në natën e sulmit, ndryshe prej herave të tjera, fshati i Banjskës ka qenë errësirë teksa në pjesën e Urës pati ndriçim më të madh. E kur të shtënat nisën, ai tha se pa edhe dron. Tuar armën në dritat që kanë qenë në shtyllë, dritën e parë e kom thy me një plumb, e kisha armën drituar në qiell, e kom vrejtur një dritë të kuqe, që ishte lloj fluturake apo dron, si thotë. 2-3 rafale të shkurta, por si duket nuk e kam goditur, dhe në atë moment është tërhekur droni në drejtim të pjesës që është manastiri. Në gjykimin për sulmin e 2023-s, dëshmoi të premten edhe zyrtari tjetër policor, Fare Shala. Ai para trupit gjykues tha se nga të shtënat e armëve mes policisë e sulmuesve nuk mundi të kuptonte nëse reshteri Bunjaku pati puls pasi mori plag. Ja ku vendos dorën e djathtë në qafë për një herë, me shqu se ako puls, por për shkak qutje, krizma, nuk ka mund në kuptu. E të shtënat me armë të lehta e të rënda të grupit të armatosur serb, Shala tha se janë drejtuar nga 20 lokacione. Sipas tij, grupi që ndërmori sulmin në Banjsk ka qenë i organizuar dhe i trajnuar mirë. Vetë fakti që është përzgjedhur ky fshat nga ky grup terrorist, na shtë me mendu se ka qenë një grup mirë i organizuar, mirë i trajnuar dhe shumë mirë i pajisur me armatim, se ky grup terrorist është mbështetur nga struktura shtetërore dhe i ushtruar nga grupet para ushtarake. Lidhur me sulmin e shtatorit të 2023-s, Prokuroria Speciale ngriti në shtatorin e shkuar akt akuzë ndaj Milan Radojqiqit dhe 43 personave të tjerë.